Në një operacion të suksesshëm antidrog, policia e shtetit ka shpërthyer 2 raste të trafikimit të kanabisit, të cilat erdhën përmes postës nga SBA në Shqipëri. Në Tiranë, 2 të rinj, Aslian Peza dhe Andi Xhelili, janë arrestuar pasi morën një paketë që përbante 522 gram kanabis. Ata janë kapur pas daljes nga posta, kur agentët e policisë të veshur civil i kanë vënë në arrest. Ndërkohë në Shkodër është ndaluar Mateo Hoxha, i cili kishte marrë një kuti postare që përmbante 1 kilogram kanabis. Policia ka bërë të ditur se kanabisi sekuestruar ka 1% të lartë THC-je dhe ishte i destinuar për të shitur në kryeqytet. Autoritetet kanë identifikuar dhe shpadhur në kërkim 2 porositësit e drogës, të cilët priten të kapen së shpejti. Në vijim të hetimeve, policia ka siguruar kamerat e sigurisë dhe degët e postës dhe ka mbledhur prova të tjera që do të ndihmojnë në zbardhjen e këtij rrjeti të trafikut të drogës. Autoritetet po punojnë për të identifikuar më shumë të përfshirë në këtë aktivitet kriminal dhe për të shpërbërë rrjetin ndërkombëtar që përdor postën për dërguar lëndë narkotike. Sipas policisë, këto raste janë një pasqyrë e aktiviteteve të vazhdueshme të trafikut të drogës, përdorin mënyra të sofistikuara për të fshehur lëndë narkotike dhe për të kaluar kufijt.